se ku orientohet votuesi i diasporës, ku e orienton votën. Edhe rezultatet i tregojnë që të paktën në 3 palë zgjedhjet e fundit ka qenë shumë e dallueshme puna e rezultatit të votës. Ka qenë determinuese, zotri Krasniqi, kur them determinuese, ka qenë për rezultatin e madh të cilin ndoshta ja solli lëvizjes vetëvendosjen më 28 dhjetor. E vërtet, po data 28 dhjetor, siç e thash, ka pas jo shumë votues nga jashtë me postë edhe në misionet diplomatike, po ka pas numër rekord votuesve në Kosovë. Domethënë, sipas një sondazhi, kanë qenë 16% e votuesve në ditën e zgjedhjeve persona që nuk jetojnë në Kosovë, pra që janë anëtarë të diasporës. Me e përkthy në numër të votave, i bie mbi 100.000 votues kanë qenë të diasporës që kanë votuar fizikisht në Kosovë, e me e përkthy mandate të deputetëve i bie më shumë se 10 mandate. Kështu që ndikimi i votave të diasporës është i jashtëzakonshëm në kuptimin e numrave edhe në kuptimin e ndikimit politik që e kanë në rezultatin zgjedhor. Edhe prandaj flitet për diasporën më shumë gjatë zgjedhjeve. Sepse gjitha partitë synojnë me kapitalizu sa më shumë. Kemi po edhe ato videot se është bërë trend tani i liderëve, në fakt, i liderëve të partive politike që i bëjnë ato videot edhe i bëjnë thirrje mërgatës që të bëhen pjesë e procesit zgjedhor. Pra janë bërë edhe trend. Janë bërë trend, po një gjë që nuk po arrim me kuptu shumica e liderëve, është që është edhe ngjashme me punën e zgjedhjeve në Kosovë. Nuk është që shqiptarët, kosovarët në diasporë dallojnë shumë prej neve këto. Jemi i njëjti kom, paka shumë me të njëjtat karakteristika edhe si kulturë. Nuk mund ta marrësh besimin e qytetarëve vetëm në kohë fushatë. Domethënë duhet me kriju një marrëdhënie mirë besimi gjatë gjithë kohës, në mënyrë që kur të vijë koha e votimit, ata të ta japin mbështetjen. Me disa video që bëhen gjatë fushatës zgjedhore ose para fushatës, është pothuajse pamundur me e marrë mbështetjen e qytetarëve tanë që jetojnë jashtë vendit, edhe